Banorët e Selenicës janë mbledhur në një kuvent qytetar për të kundërshtuar propozimin për bashkimin e kësaj bashkie me atë të Vlorës, pjesë ndryshimeve të parashikuara në reformën e re administrativo-territoriale. Gjatë takimit, qytetarët shprehën shqetësimin se shkrirja e bashkisë mund të ndikojë në zhvillimin e zonës duke sjellë më pak investime, më pak vëmendje institucionale dhe vështirësi në adresimin e nevojave të komunitetit. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë historike dhe kulturore të Selenicës duke argumentuar se kjo zonë ka një identitet të veçantë dhe një rol të rëndësishëm në trashëgiminë e Labërisë. Sipas tyre, ruajtja e statusit të bashkisë është e lidhur me mbrojtjen e këtij identiteti dhe me përfaqësimin më të drejtë të banorëve. Jam pak i tensionuar edhe i zgënjur në këto momente që është hedhur jo shashk, por është hedhur një bombë e fuqishme që kërkon zhbërjen, kërkon zhdukjen e identitetit, një krahinë të madhe me integritet, me histori në shekuj, me identitet territorial, kulturor, ekonomik, historik dhe gjithçka i duhet një komuniteti që të quhet komunitet ekzistent, i gjallë dhe aktiv. Derisa të arrijmë tek qëllimi ynë final, mos lejimin e shkatrimit të qytetit Selenicës, mos lejimin e bashkisë Selenicë të zhduket nga Selenica dhe të bashkohet me Vlorën. Sot nuk jemi mbledhur për interesa politike apo personale. Jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtat e komunitetit ton, për ta dëgjuar atë. Bashkia e Selenicës ka një histori, ka një identitet, ka një të ardhme, ka 47 fshatra. Zëri ynë do të jetë i qytetëruar. Në përfundim të kuventit, komuniteti pritet të vendosë për hapa të mëtejshëm që do të ndërmerren kundër reformës së propozuar dhe për ruajtjen e statusit aktual të bashkisë së Selenicës.